Kjo grua piu qumësht me hudhra me stomakun bosh për 30 ditë rresht, do mahniteni me atë që i ndodhi. Perimet, fruta dhe erëzat janë në pjesë e disa recetave të mira mjekësore, të cilat njeriu mund t'i provojë dhe mund të përfitojë shumë në dobi të shëndetit. Një prej këtyre recetave është qumshti në kombinim me hudhrën, i krijuar si një lëng i fuqishëm me veti të mira kundër problemeve siç është për shembull artriti, kolla, problemet e pagjumësisë, gjithashtu problemet e shëndetit të zemrës dhe shumë komplikacione të tjera. Për sa kohë ato konsumohen si duhet dhe brenda normës së lejuar, mund t'japin përfitime mbreslënse në çdo aspekt. Por si ta përgatisni këtë recetë dhe të përfitoni prej vlerave të saj? Si fillim, keni nevojë për këta përbërës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. 10 thelpi hudhër të grirë holl, 2 deri në 3 lugë çaj me sheqer ose edhe me mjalt më mirë, rreth 500 ml qumësht, 250 ml ujë. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm, filloni gjithashtu me përgatitjen e kësaj recete. Përzjeni ujin dhe qumshtin në një tenxhere. Shtoni hudhrën dhe vendosni në zjarr. Sapo lëngu të marrë val, uleni temperaturën dhe vazhdoni e përzjeni vazhdimisht. Pas pak minutash, hiqeni tenxherën nga zjarri, kulloni lëngun, shtoni sheqerin ose mjaltin dhe e konsumoni atë në nivele të ngrohta. Përfitimet e kësaj recete në organizmin tuaj do të jenë të menjëhershme dhe të shumëfishta. Sipas ekspertëve, shtimi i kësaj recete në dietën tuaj është një ndihmë shumë e mirë edhe kundër problemeve të nervit sciatik. Konsumi ditor i kësaj përbërje mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër simptomave të nervit sciatik dhe problemeve të artritit. Ky qumësht do të ndihmojë në zbutjen e dhimbjeve të nervit sciatik dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet tuaja ditore. Është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të zemrës. Qumshti në kombinim me hudhrën është një mënyrë efikase për uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe parandalimin e pllakëzimit të qelizave të gjakut. Kështu do të evitoni gjithashtu edhe ngurtësimin e tyre. Qumshti me hudhër i shtuar në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe në lehtësimin e komplikacioneve të astmës. Qumshti me hudhër i konsumuar çdo ditë përpara gjumit mund të zbusë simptomat tuaja të astmës dhe mund të kthehet në një aleat shumë e mirë për organizmin tuaj nëse konsumohet vazhdimisht në këto situata. Ai është një ndihmë shumë e mirë edhe kundër problemeve të verdhëzës. Hudhra eliminon toksinat nga organizmi, duke aktivizuar enzimat e mira me qëllim përmirësimin e funksioneve të mëlçisë. Hudhra përmban nivele shumë të mira të sulfurit, i cili është mjaft i rëndësishëm për shëndetin tuaj të mëlçisë. Hudhra përmban gjithashtu edhe selenium dhe alicin, të cilat janë elementë të cilat luftojnë edhe pjesë të ndryshme të dëmtimit të organizmit. Për sa kohë ato konsumohen me kujdes dhe brenda normës së lejuar, përfitimet që do të keni do të jenë mjaft mbreslënse. Hudhra është një ndihmë atyre personave që vuajnë gjithashtu edhe nga komplikacionet e pagjumësisë. Qumshti me hudhra do ju ndihmojë të qetësoni organizmin dhe të flini më lehtë dhe më mirë gjatë natës. Ndaj, ndjekja e kësaj recete vazhdimisht çdo mbrëmje do të jetë një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Qumshti me hudhra është një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të pneumonisë. Qumshti me hudhra i konsumuar 3 herë në ditë mund të jetë një lehtësues shumë efektiv kundër këtyre komplikacioneve. Për sa kohë ai konsumohet si duhet dhe brenda normës së lejuar, mund të jetë gjithashtu një lehtësues shumë i mirë i shëndetit tuaj edhe kundër problemeve që lidhen me kollën e fortë. Kombinoni qumshtin me hudhra me shafranin dije dhe gjithashtu shtoni pak mjalt në lëngun që keni krijuar. Kështu e përdorni atë si një lehtësues, sidomos kundër kollës së thatë dhe të vazhdueshme. Nëse doni të keni një tretje më të mirë dhe të lehtë, atëherë qumshti me hudhra mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në këtë aspekt. Vlerat fantastike dhe antiseptike të hudhrës e bëjnë atë shumë të rëndësishëm për sistemin tuaj imunitar. Në tretje, në pastrimin e sistemit limfatik, gjithashtu edhe në detoksifikimin e trupit. Ky lëng ndihmon në sekretimin e lëngjeve tretëse dhe gjithashtu është një zgjedhje shumë e mirë
kundër problemeve tuaja të diarres. Lëngu me hudhra e kombinuar me qumshtin gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në betejën kundër problemeve që lidhen me kolesterolin. Pini qumësht me hudhra për një javë rresht, kështu përfitimet tuaja do të jenë të menjëhershme edhe në rregullimin e niveleve të kolesterolit në trup. Ekspertët sugjerojnë vazhdimisht konsumin e qumshtit me hudhra në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Ndikimet që do t'i jap janë fantastike për sa kohë konsumohet me kujdes dhe kombinohet si duhet në dietën tuaj të rregullt ushqyese. Hudhra përmban një nga vlerat më të çmuara ushqyese në dobi të organizmit. Nëse shtoni atë në dietën tuaj, do të merrni një sër përfitimesh mbreslënse. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht qumshtin me hudhra, por edhe hudhrën esëll ose në kombinime të ndryshme të dietave tuaja, të cilat do të rrisin përfitimet dhe do të mbajnë larg një sër komplikacionesh. Ekspertët thonë se shtimi i hudhrës në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv në rritjen e vlerave të imunitetit të rregullt. Studimet klinike sipas Healthline tregojnë se hudhra shkatërron qelizat e dëmshme. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara zbuloi se gratë të cilët konsumojnë rregullisht hudhra, fruta dhe perime janë më pak se 35% të rrezikuara nga problemet e sistemit tretës, duke e renditur hudhrën një nga aspektet më interesante në rolin e mbrojtjes së imunitetit. Hudhra është një aleat e organizmit tuaj gjithashtu edhe në betejën kundër inflamacioneve të ndryshme. Studimeve të cilave u referohemi sipas Healthline cituan se shtimi i hudhrës në dietën tuaj do të jetë një mburojë e veçantë ushqyese kundër inflamacioneve, sidomos edhe vajit esencial të saj. Nëse vuani nga inflamacionet, gjithashtu edhe dhimbjet e kyçeve ose të muskujve, mjafton t'i fërkoni ato me këtë vaj dhe do të keni përmirësime të duhura në lehtësimin e saj. Hudhra është një aleat i vlefshëm i organizmit, gjithashtu edhe i shëndetit tuaj të zemrës. Për sa kohë ajo kombinohet si duhet në dietën tuaj dhe në formën natyrale, hudhra mund të jetë mburoja më e çmuar që mund t'i jepni shëndetit tuaj të zemrës. Studimet mbi rolin e hudhrës në uljen e kolesterolit vazhdojnë akoma. Të dhënat e ekspertëve tregojnë se hudhra mund të ndikojë pozitivisht në zgjerimin e enëve tuaja të gjakut dhe gjithashtu në uljen e niveleve të tensionit të lartë të tij. Ekspertët rekomandojnë 4 gram hudhër në dietën tuaj, e barazvlefshme me të paktën një thelbi hudhre çdo ditë. Kështu përfitimet e saj do të jenë mbreslënse dhe gjithashtu edhe më të plota. Për sa kohë hudhra konsumohet si duhet dhe në formën e saj natyrale të papërpunuar, vlerat që do t'i marrë organizmi juaj janë të larmishme. Flokët dhe gjithashtu edhe lëkura juaj do të përfitojë ndjeshëm nga shtimi i hudrave në dietën tuaj të rregullt. Hudhra është e pasur me antioksidant, siç janë ato kundër bakterieve të këqija. Ajo e mban lëkurën tuaj më të pastër, më të shëndetshme dhe më të mbrojtur kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët tregojnë se hudhrën mund ta përdorni kundër shenjave dhe problemeve të ndryshme të lëkurës, ose mund ta përdorni gjithashtu edhe kundër akneve ose puçrave të ndryshme. Maskat me hudhër në përmirësimin e dukjes së lëkurës suaj mund të jenë gjithashtu shumë efektive në mbrojtjen e shëndetit të saj. Megjithatë, hudhrën duhet ta përdorni me kujdes. Nëse jeni alergjik, është e këshillueshme të mos e përdorni atë në rastin tuaj. Hudhra është një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese, ajo ka përbërës me fuqi të mira medicinale. Ajo ndikon edhe tek nivelet e sheqerit në gjak. Hudhra mund t'i vijë në ndihmë diabetikëve në kontrollin e niveleve të sheqerit në trup, sepse ajo përmban mangan, një element shumë i rëndësishëm në dietën e këtyre personave. Kripa e manganit karakterizohet nga një veprim hipoglicemik, domethënë redukton gjithashtu edhe sasinë e niveleve të sheqerit në trup. Ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në çdo aspekt të organizmit tuaj për sa kohë ajo përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale. Hudhra është e mirë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit, ndaj përdoreni me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.